Ne duhet të pyesim veten ton si janë marrëdhëniet psikike dhe shpirtërore me këto fjalë. A e ndjejmë që këto fjalë janë fjalët e Allahut, fjalët e krijuesit ton, sunduesit ton, të dashurit ton dhe të kujdestarit ton? Kjo është një çështje për të cilën kemi nevojë të gjithë të përqendrohemi në të. Padyshim që kuptimi i domethënës dhe njohja me qëllimin e Kuranit janë hyrja për të zbatuar atë në jetën e përditshme. Kjo do thotë se, nëse unë kuptoj nga ajetet se duhet të shkoj nga kjo rrugë, unë eci në të. Nëse një person tjetër duhet të ecë në këtë rrugë, ai ecën në të. Të kuptuarit të shpiknisja e lëvizjes dhe e punës. Këtu njeriu nuk duhet të jetë indiferent. Prandaj duhet që kuptimi ynë për domethënien e Kuranit të jetë në shkallën më të lartë dhe të mos jetë kuptim shablon, apo i pallogaritur, apo kuptim i nxitur, sepse fundi i këtij kuptimi përcakton rezultatin e kësaj jete dhe ajo që është më e rëndësishme është rezultati i jetës tjetër.